po keq. Ndryshëm atmosferë. Ndryshëm. Komplet. Totalisht. Qarë? Ha? E ke vërre? Jo, Kryeministri. e kam vënë fa. Vërën re. Kryeministri na ka vjetur rubrikën, mo. Çfarë rubrikën? Këto të komenteve të mesazheve që bëjmë ne. Po mirë. Me të vetmi ndryshim, që ai shkruan vetë ato mesazhe dhe komentet. E që do ta bëjmë vetë këtë? Ha? Se shkeq. Po pra. Madje nëse e shikoni syt, shikon gjithmonë këtej, ja bën kështu, shef tejt ndërkohë që e shkruan. A e shkruajta mirë? Që e bërën të jetën kohë? E shkruan këtej. Multitasking. Dhe e kthen këtej që ta lexoj pastaj. Tani do të shohim çik se çfarë ka kapur rrjeta jon sot, sa më shumë kurioze. Le ta shikojmë rrjetën e Piranës. Le të shkojmë tek Mani 915. Bravo Piranjat. Raftu pika e në krye punozve shtetit sot. Këtë sikur ka shkuj qurim 2 vjeç e gjysmë. Unë se kuptoj pse vëm këtë pyetje. Tani, se ne gjithmonë i mësojmë arsimit. Ja pse duhet arsimi. Duhet abetare për të rritur, më. Abetar? Iku rëja. Bëjmë thirrje, ju lutem, abetare për të rritur. Është shumë e rëndësishme. Tani, çka ka dashur të thotë? Bashkë me ripërtëritjen çdo 10 vjet kursin të patentës, bëni edhe këtë gramatikës gjuhës shqipe. Shiheni. A janë mirë apo jo? Ju lutem. Ju lutem. Mirë, jam kurioze di tani komenti i radhës, a do të jetë shkruar mirë komenti i radhës? Nga Timi dënë 9 us. Bravo be. E ka për investigimin e vajzës nga Kosova, po. Bravo be, kam përshtypjen se thjesht ka harruar atë rën, që është bravo bre. Ndoshta e ka shkruar ashtu. Bravo be se popull delesh. Ose ka kaluar. Bravo. Ka shkruar bravo. Se me qa po ham sot, nuk i dihet. Do fillojmë, do bëjmë si gomar. Shumë shpejt. Atere, Buqe Cami, 74-77. Ka dalë Piranja dhe në Kosovë? Në kësë? Ua, po. Tani, që ne duhet të regojmë një sekret. Piranjat janë kudo. Kudo pra? Janë në Kosovë, rrjedhimisht. Po, sa tema kemi bërë ne për pjesën e tjetër të trungut shqiptar që ka ngelur jashtë kufirit, po duhet të tak, new customer. Jam fansat e rinj. I fali këto gjëra fansat e të. Kalem tek një tjetër koment. Agostin Noka, 2562, thot, shteti shqiptar është i korreptuar. Ska faj shkreti se me thënë drejtën, korruptuar është një gjë, po korreptuar është nivel tjetër, ka shkuar aty ku s'mban më pastaj. Është bachelor, master dhe korreptuar. Është medaljari. Mos ka dashur të shkruaj i korrektuar. Dyshoj. E shef gjë të korrektuar ti? Të vetme gjë që mund të bëjmë ne të korrektojmë ne këtë mesazh që ka shkruar. Kalojmë këtë mesazh tjetër. Mesazhi tjetër vjen nga Hellboy. Mesazhi tjetër vjen nga Hellboy. A1B. Mirë, si shakesh. Ulu, 9. Shiko, anglishten e qanë, shqipen më pak. Nuk e ka fain politika. Jena populli poshtër. Janë lind e rrit aty me njoni tjetrin e ja fusin njoni tjetrit. Qa fai ka politika? Qa fai ka politika? S'ka fai fare politika. Mire ka, se ka fare kesh, nuk e ka fajn. Politika kemi fajn ne. Mire ka. Ne e kemi fajn. Po qa kemi fajn? Ku di gjëmë që kemi fajn? A thaj? Po mënyra si e ka shkruajt më bëj që të besoj realisht që ne... Do ke qenë të vrapu. Të kërministik. Pra, e ka shkruaj në një nga qeveria. Ke shkru këse e lezo. Kalem të një tjetër koment? Fation Qerkezi, 25-58, thot, largoma zot ket loj problemi. E di që po mendoja. Kemi filluar i knojmë vete, sa ma në të lutë. Mos më rëndë për pjesë, o zot. Nuk bëjmë as i gjovet, thjesht lutemi. Jep ma o zot telekomandën se është atje ku shkon deri atje. Jemi me nuska në përgjep. Zot në arruj. Gatu ma o zot dregën se kush qohet e gatu. S'kemi fajo për zotin. Jemi aty në makinë, theme o zot në arruj se mos na vjen a një na shtyp. Po, edhe rrim.
Mbaruan? Jo, pas kemi. Brian Gjyli. Pasha pse u zverdhe kështu. Pse shu? Pasha pse u zverdhe kështu? Ashtu do t'jetë. Ashtu do t'jetë, e ka për Dorisenin. Ka patur shumë komente në fakt për Dorisenin. Ka qenë hiti momentit tek Piranjat. Shiko, mos ndoshta, e ka shu Dorisenin? Doriseni? E besoj, e besoj. E besoj se është fut fuqishëm rrjetet tona sociale. Sta blokoj YouTube-in. Qojmë nëse mesazhi tjetër është nga Doriseni prap? Kritiku i ashpër. Ky është Doriseni, dorë me një. Pa e lexu fare, po ju them që ka shumë ufime. Kjo që bëni ju është shantazh. E shef Doriseni? Duke ndikuar në punën e prokurorit. Doriseni prap. Vendimi i prokurorit është ankimueshëm, o zoti gazetar, që nëse ka vepruar gabim gjykata, e kthen për të regjistruar veprën penale. Doriseni, mori vesh. A merrni vesh nga ligjet ju apo jo? Me thënë drejtën, që ke një fare. Për ligje? Po hap një emër tjetër. Se kuptum që jeti. Për ligje që të prekin ty që e ke... Po, për tjerët s'ka problem, vetëm ke tujat. Po qajni dhe kamër, zotri. Nuk ka. Po, ne nxjerrim, bëjmë publike një shkelje se kjo është puna jonë. Që? Dona. Ha? Ose u mërzita tash i lëre. Hajde mbyllim fare. Perishi ti të mos mërzitesh, do bëjmë si KM-ja. Këte i shkru, ja çoj ekranit tej dhe i lexo dhe bën sikur ja kanë shkruar. Ja. S'ka problem. Ja, shiko, qesh edhe një herë lutem se relaksohem.